Miq Prizmus, në kushtet e sotme të një, si të them tash, një deliri politik, në përgjithësi ekonomik, deliri shoqëror që nuk është vetëm në Facebook, se sigurisht Facebooku është, edhe rrjetet janë ato që shkatrojnë edhe ndërgjegjen, edhe moralin, edhe gjithçka. Shamja, bulizimi, fyerja, shpifja janë një rregullsi sot. Rregullsi e plot e komunikimit ndër shqiptar. Dhe të gjithë ata facebookist, no name, no face, po dhe ata që kanë nga herë edhe ftyrë edhe surrat, në këtë lloj prizmi, në këto lloj komentesh edhe në këtë lloj gjuhe, dalin vend parë si shqiptar, si abuzues me të drejtën e fjalës, me lirinë e të shprehurit. Shpifja, fyerja, intriga, mashtrimi, mungesa e etikës në mënyrë tragjike përbëjnë edhe kompleksitetin shoqëror tonin në rrjete. Jo vetëm të parët në botën shqiptare them se do të jetë Kosova, por edhe ne nuk bim shumë poshtë tyre. Është i gjithë territori shqiptar i tillë, por besoj se në Malzi edhe në Maqedoni janë më mirë se sa në dy vendet e famshme shqiptare. Dhe kjo të dëshpëron sepse sigurisht tregon që me të hujt shqiptarët janë në mënyrë qytetare më në rregull. Kur kanë vendet e tyre shpërnderojnë, dhe këtu do nisë edhe logjikën e klipit për sot. Pse kjo shoqëri lind, rrit edhe ban tiranokraut. Shpeshherë ne i quajmë ta drejtuesit tanë politik autokrat, ta nuk janë autokrat, janë tiranokraut. Autokracia ka tendencën për të vendosur ligjin, këta nuk vendosin ligjin, tiran. Këta thjesht bëjnë ligjin vetë. Dhe ndërkohë harrojnë në mënyrë tragjike atë për të cilën janë në këtë kohë, me votën e popullit, sepse sigurisht gjithë me vota kanë dalë. Mos harroni se edhe Hitleri ka dalë me vota. Po, në një farë mënyrë ka marrë votat e tij. Jo të gjitha votat e gjermanëve, se vendosi diktaturën, por në fillim me votat. Edhe duqe, absolutisht. Ashtu kanë dalë edhe këto. Po pse kjo shoqëri i nxjerr, i lind, i voton edhe pastaj i duar troket edhe pastaj i tërheq varrë, ç'as bën? Edhe ne kemi enverin për këtë punë, shumë tiran mas ti. Edhe me metja shu ishte, ajo klik e quajtur komunistas, po në fakt nuk ishin komunista, ishin folk bolshevik. Një mix midis folklorizmit, feudalizmit, edhe një borgjezie shumë të vogël, ne s'kishin borgjezi, po një feudalizëm ignorantësh, agallarësh dhe bejlerësh, të cilët sigurisht pastaj vetëm sundimin kishin edhe tiraninë e tyre. Ashtu si shtoshin ata, ashtu duhesh bërë, për ndryshe të kputnin kokën. Dhe ky lloj veprimi feudal u bashkua edhe me një lloj bolshevizmi kriminal, edhe u formua folk bolshevizmin, përfaqësuesi numër 1 i këtij lloj parimi është Sali Berisha, por nuk është se mungojnë të tjerët. I vetmi që tentoi të bënte një demokraci të brendshme ka qenë Fatos Nano, por ai e ngatroi më tepër punën, sepse i dha liri të gjithë atyre që shpërnderonin lirinë në Partinë Socialiste. Ju dha dhe lirinë e grabiturit, lirinë, sidomos masnat e shtatës, lirinë e përvetësimit, jetesës mbi mundësitë që kishin, doganave, shpërnderimit fondeve, po e njëjta gjë edhe me tjerët. Po pse lindin këto lloj njerëzish? Pse lindin? Kush është terreni? Këto lloj njerëz nuk do kishin kuptim në Norvegji, në Suedi, nuk do kishin kuptim bile edhe në vende që kanë lindur diktatura si Gjermania edhe Italia, po themi se nuk do të shkonin dot deri këtu, sepse atyre vendeve ju mungon folklorizmi, ju mungon shpellarizmi, origjina folklorike e mbrojtur, e lidhur me ideologjinë është edhe më e poshtër edhe më e keqe. Ju mungon sepse sado folklorizëm të ketë Italia ose Gjermania, nuk shkon deri në atë pikë sa të konsiderohet shpellarizëm. Izolimin edhe anti-urbanitetin. Gjithsesi,
folklorizmi aty një lloj urbaniteti e ka. Edhe duket sot në Itali që është një vend vertikal që ndryshe është jugu i Italisë, ndryshe është veriu. Ndryshe perceptohet demokracia sipër, ndryshe poshtë. Ndryshe zbatojnë ligjet sipër në veri, ndryshe në jugun e Italisë. Pak a shumë është edhe Spanja kështu dhe Franca, megjithatë kanë krijuar një lloj uniteti sepse kanë hequr folklorizmin ideologjik tyre, të bashkuar pastaj njëherë me fashizmin, njëherë me komunizmin. Pasoja është çmendurisht e keqe. Dhe këtu Kenega qenë çmendurisht e keqe. Është vuajtur nga ky paradoks edhe gjatë kohës monarkisë, sigurisht edhe kur donin të bënin në gjë të mirë, edhe zogu nuk i përmante dot, sepse abuzohesh me lirinë. Ti i jepje zyrën, e kishte zyrën e vet, mëse e trajtonte si shpellën e vet. Donte të pasurohesh brenda 3 muajve, donte që të bënte për çdo muaj nga i kat vil. Donte që mos pyette më se kush janë fondet. Në këtë pikë kështu jemi edhe sot në 2026. Kanë provuar të vendosin demokraci të brendshme, asnjë ditë Partia Demokratike e cila është mbeturinë e PPSH-s, por e kamufluar si antikomuniste duke qenë pjesa trashëgimtare e sigurimit të shtetit. Njerëzve të cilët kanë bashkëpunuar me sigurimin e shtetit, ndërsa PS-ja janë njerëzit e komunizmit, njerëzit e folk-bolshevizmit, sigurisht, kryesisht nga jugu, më të qartë për sa i përket urbanitetit, në raport me veriun, këtu jo se do t'i binë qafë veriut, por në shpërdorimin e lirisë, veriu sigurisht duke pas edhe kapatelekun e zakonshëm të tij, një farë arrogancë, kapatelekut krenarie, shpërdoronte akoma më tepër. Dhe çfarë moshtash kanë krijuar? Kanë krijuar këto moshta që kemi. Një trashëgimtare e cila sigurisht është Partia Socialiste me Edi Ramën, i cili është antikomunist, donte liritë jashtëzakonshme, shkruante për liritë e jashtëzakonshme, dhe kur është kryetar partie kupton që po i dha atij terren asaj parti këto liri të parën që djegin është ai vet, sundon atë parti, sigurisht krijon tiraninë e tij, i shkruan të gjitha lirit, mban fjalime për lirit, por sigurisht lirit në partinë e tij nuk ekzistojnë në mënyrën, si të themi tash, në mënyrën parimore të lirive të një partie që ka demokraci të brendshme. Nuk mund të ketë Partia Socialiste demokraci të brendshme kur ka një person i cili merr gjitha mendimet. Si i thot mendja e tij dhe çfarë do ai, që lartëson, ulëson. Sigurisht nuk është një njeri, nuk është një ngjashëm me Sali Berishën, i mungon shpellarizmi, por demokraci të brendshme është e kotë të flasim. Nuk ka. Sepse edhe po ta lejosh, ta shpërdorojnë. Edhe në Partinë Socialiste, që sigurisht është më e urbanizuar se sa Partia Demokratike, në shpellarizmin e saj të cilin e ka kryesori. Dhe nuk ka vetëm shpellarizmin, po ka edhe parimet, bindjet e një stër komunizmi. Dhe sigurisht e kthen partinë bolshevike. Në Frëngji kam nxjerrë një poster sot, e egzageron më keq se sa kullën e tij në Viçidor. E bën bunker, sepse merr pjesën ideologjike. Do thoni ju çfarë do të bënte me Partinë Demokratike nëse Berisha do t'i lejonte demokracinë. Nuk do ishte ai më. Dhe nuk do ishte parti realisht demokratike, sepse do shpartallohej. Sepse do çoheshin gjithë, hanin njëri tjetrin. Çfarë them në dham, po maskrave, po, do ta hanin. Edhe kur është bërë provë t'i lejosh demokracinë e brendshme, të zbatosh statutet, ka filluar shpërdorimi i demokracisë. Sepse është shpërdorimi i lirisë. Sepse ky brum është kështu e kuptojnë. Dhe këta kanë kuptuar gjithë ato që ngjiten lart, përfshi edhe Sali Berishën dhe Edi Ramën. Përfshi Fatos Nanon, përfshi edhe gjithë të tjerët. Edhe një folklorik tjetër, shpellaris tjetër, siç është edhe Ilir Meta. Sepse kjo është origjina e tyre. Si ka mundësi që të pretendojmë që të ketë demokraci dhe liri në këtë vend, kur partitë nuk janë emblema e mungesës demokracisë dhe lirisë. Kur nuk mund të kundërshtohet, jo me konceptin e kundërshtimit kot, sepse sigurisht fillon shpërdorimi i lirisë, shpërdorimi i statuteve, edhe nga poshtë. Po të një sundimi i cili thotë unë të dash fitore do të bëj unë si dua. Kur ndërkohë, si njëri si tjetri kanë shkruar për lirinë fjalët më të bukura të botës në fillimet e viteve 90 dhe fillimet e një lloj iluzioni demokratik që kemi ne me partitë tonë. Kanë filluar përjashtimet, që në fillimet, që në 91, 92, 93, ke Partia Demokratike.
që po ja përsëris edhe një herë, ishte bija jo legjitime e PPSH-s. Ishin mbledhur pjesa e të mërshme e bashkëpunëtorëve të sigurimit të shtetit. Komunistat që kishin dosje të sigurimit të shtetit. Dhe të persekutuar që kishin dosje të sigurimit të shtetit dhe që këto dosje i kishte Sali Berisha, i përdorte ai. Për çfarë? Po për sundimin, patjetër, sundimin në parti dhe mbi bazën e partisë, ashtu si kundër sundonte në parti, në atë model ndërtonte edhe shtetin e tij. E ndërtoi, nxori 97, 98, ças nolli, u vran mira njerëz, u trajtu keq prona, ças nolli. Dhe pastaj edhe kur erdhi korrupsionin. Sali Berisha në 2005 këtej filloi korrupsionin masiv. E kuptoi që mjaft me parimet e tij të sundimit, duhet marrë tash, po i rriteshin fëmijët. Sigurisht e futën edhe ata në pjesën korruptive, sepse rriteshin e kërkonin copën, dhe njëkohësisht kthenin partinë, e provoi ta lejonte partinë me anë të Lulzim Bashës. Lulzim Basha e nxori nga partia, i tha ti si e bën grupin parlamentar. Dhe ja, atëherë çfarë? Filloi tiranokraci. E ndërton statutin, nuk e zbaton i pari vet. Ndërton rregullat e partisë, i thyen i pari vet. Kujton se merr vendim me Partia Demokratike, në fakt ka marrë vendim Sali Berisha. Nuk pyet kërkën asnjë lloj forumi, edhe këtë punë bën edhe Edi Rama, po është në pushtet. Sepse sigurisht ka një diçka të mirë, ka trashëgimtare në Partisë Punë në Shqipërisë. Edhe nuk është problemi që nuk kanë thjesht rregulla loje, i kanë rregullat e lojës, por në një besim që do t'i ndjekim mbrapa, sepse sigurisht e kemi fitues këtë burrin që kemi në krye të partisë, na jep fitoren e pushtetit. Edhe kjo na bën që të bijem dakord të mos ketë një parti sigurisht të trajtave perëndimore, sepse e kemi kuptuar dhe vetë se po na let sillemi si perëndimor, fillon lufta mes njëri tjetrit, fillon abuzimi me lirinë, abuzimi me statutet, abuzimi me demokracinë e brendshme, e cila nuk ekziston. Sepse ka dy pengesa të mëdha. Shumicën e shoqërisë, e cila nuk e percepton, nuk është kompatibël, shumica, shpakica që është kompatibël, është pakicë e urbane e vogël, nuk e di, mbase dikur ka qenë 15%, sot është 25%, po 25% përballë 75% është shumë pak. Dhe sigurisht pasaj pjesa tjetër, kompromisi, makiavelizmi i shkuarës mbrapa, Tati Bariut, i cili gjithmonë tufën e man të lidhur sepse gjen kullotat më të mira. Është gjithmonë në top list dhe e ka emrin Edi Rama. Në pjesët e tjera, s'kemi të bëjmë fare me demokracinë, dhe kështu është ndërtuar dhe shteti. Kush është konsulent? Ose kush është në katapultimet e Edi Ramës? Filania, Koçeku, po, vajte, dhe para në listë. Ti tjetri, po, tjetra. Ti tjetra, këtu e para, ky tjetri, këtu. Sepse sigurisht duke i parë, këta e ka pa që e hanë dhe maskrave. Mbase ka pasur dhe idenë që shiko shumë i ndershëm, nuk i ka qelluar ashtu. Pra, në të dy krahat është përfaqe zezë puna, përfaqe zezë. Si të ures poshtë edhe të shofësh kush është baza, si të njëjtës nalt edhe të shofësh kjo bazë kë kanë ngjitur, përfaqe zezë edhe aty nalt. Sigurisht që tipi më i rëndësishëm i gjithë folk bolshevizmit edhe një ultramajtizmi kriminal është Sali Berisha me partinë e tij, çfarë i ka mbetur, si demokratët kanë dalë jashtë, kanë mbetur vetëm demokratikasit edhe berishkët. Ata vazhdojnë. Dhe në anën tjetër, socialistët që në vend që të bëjnë të majtën, socialdemokracinë, bëjnë një të djathtë e cila normalisht pastaj është kontradikte vetvetes, po i mban në pushtet. Dakord, miqtemi, ja kjo është ajo narrativ, ajo opinion që desha të bëja. Është një hall i madh, një po themi tranzicioni, po ky është një post-komunizëm. Post-komunizmi më i rrezikshëm, folk bolshevik që ka ndodhur ndonjëherë. Ky lloj post-komunizmi ka prodhuar edhe tiranokrat, dhe emrat e tyre ju i dini, po ka prodhuar edhe një shoqëri e cila ka pranuar shpërdorimin e lirisë edhe si t'ju them tash, edhe vrasjen, plagosjen
e demokracisë. Dakord, miqtë e mi?